Përshëndetje, unë jam Marcel Sula nga Gjirokastra dhe para disa vitesh emigruam në Greqi me familje, me prindrit dhe tani jemi kthyer në Shqipëri në Gjirokastër dhe të gjitha të ardhurat që mblodhëm i investuam në vendin tonë, blevëm tokën, e mbollëm vreshtin, pemët, prodhojmë verë, raki, fruta, perime. Filluam me një restoran këtu ku kemi dhe vreshtin, ofrojmë ushqim tradicional. Tani kemi kthyer një bujtin të vogël ku ofrojmë gjithçka çfarë ne prodhojmë dhe çfarë fermerët e zonës prodhojnë dhe akomodim. Shqipëria vitet e fundit është bërë një destinacion i pëlqyer i të huajve. Gjirokastrën e pëlqejnë shumë dhe e duan. Dhe në këtë moment mund të them që e gjithë familja punon dhe mbulohet me punë. Pra e gjithë familja tani jeton nga kjo çfarë neve bëjmë. Gjatë sezonit kemi dhe kolegë të tjerë që na ndihmojnë, i punësojmë dhe mund të them se me gjithë punën dhe sakrificën e bërë në këto vite, ja vlejti investimi që bërëm. Shpresojmë që ky vit që vjen të jetë më i mirë. Gjasa tregojnë që do jetë një vit i mirë, do kemi vizitor dhe mund të them që detikos nuk bëhet askund, por buka shumë e ëmbël në vendin tënd, në Shqipëri.